Muaji Dhul Hijje është muaji i madh i Zotit Gjelle Gjelalu. Muslimanët e madhështojnë Ramazanin, e lartësojnë Ramazanin, mirë po harrojnë se një muaj tjetër një ashtu është i madh si Ramazani. Ditë ndoshta edhe më të mëdha se Ramazani, nga se në këto ditë bëhet haxhi, në këto ditë është Arafati, dita e madhe e Zotit Gjelle Gjelalu. Për këtë arsye të nderuar xhamat, mos të harrojmë dhe mos jemi indiferent në këto ditë, nga se nëse s'ke pas mundësi me shku në haxh, atëherë ke mundësi me mbush ditën me vepra të mira në vendin tanë, në shtëpinë tane, duke agjëruar agjërime vullnetare, duke lexuar Kur'an, duke dhënë sadaka, duke mbajt lidhjet farefisnore, duke shtuar numrin e recateve tuat namazit. Andaj jemi në ditët më të mira që i ka bo Zoti jon te bareke ve teala, dhe muslimani duhet të shfrytëzon mundësitë që ja jep Zoti madh te bareke ve teala. Allahu është betuar në Kur'an në këto ditë, në ditët të cilat Zoti madh te bareke ve teala e ka bërë obligim haxhilerëve që të shkojnë në vendet e shenjta për ta kryer haxhin. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e ka nxjerrë Imam Buhariu, se ka thënë alaihi salatu wassalam, nuk ka ditë ku vepra e mirë shpërblehet te Zoti i Madh Gjelle Gjelaluhu më shumë se në këtë ditë. Njëri prej të pranishmeve i tha pejgamberit alaihi salatu wassalam, tha ja Rasulullah, a edhe lufta në rrugt të Allahut është më pak e vlefshme se sa dhikri dhe puna e mirë në këto ditë? Tha po, edhe lufta në rrugt të Allahut Gjelle nuk ja arrin përveç nëse përjashtohet një syret prej syreteve, një njeri i cili e ka marrë vetën e vetë, pasurinë e vetë, ka dalë në rrugt të Allahut subhanahu wa taala dhe nuk kthehet me kurrë hiç. Tha veç që ky përjashtohet për këtyre ditëve, ajo është më i mirë, natyrisht më i mirë. Për ndryshe këto ditë veprat e Allahut subhanahu wa taala peshohet shumë. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka lavdruar ditën e Arafatit në këto ditë. A këto ditë është dita e Arafatit? Ne e kemi Kurban Bayram, po për mu bë Kurban Bayram duhet me kanë Arafati. A do dita që ka quajnë dita e Arifës, dita e Arafatit. Dita e Arafatit është dita më e madhe ku mbledhen musliman nga gjithë bota për t'i bëjë ibadet Allahu subhanahu wa taala. Kjo dunja të ndërum xhamat, madhështinë edhe vlerën e merr për ibadetit. Bëje hesab dhe bëje një llogarit shkurt. Heki prej ditëve të kalendarit ditët e adhurimit. Heke Ramazanin, heke Dhul Hijjen, heki ditët e Xumas, çka jetë tek njeriu. Andaj ti sheh ata të cilët nuk jetojnë me këto adhurime, se nuk dim se jetojnë, s'ka kuptim jeta e tyre. Shiko çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam për ditën e Arafatit. Tha Allahu subhanahu wa taala afrohet ditën e Arafatit te qiella e kësaj bote, edhe i krenohet para melekëve të Zotit Gjelle Gjela, melekëve vet, të cilët melek 24/7 pa ndërprer i bëjnë ibadet Allahu Gjelle Gjelalu. Melekët as nuk han as nuk pinë, as nuk han as nuk pinë, nuk kanë nevojë të kësaj bote çka i kemi ne. Ata veç ibadet i bëjnë Allahu subhanahu wa taala. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahu kur i lavdron melekët, melaqet e veta, çfarë thot? Thot ata melekët vazhdimisht i bindën Zotit vet Gjelle Gjelalu. As nuk e kundërshtojnë dhe në çdo urdhër që e marrin e zbatojnë. Këta janë melekët Zotit Gjelle, Xhibraili, Mikaili. Zoti para këtyre melekëve krenohet ditën e Arafatit. A e keni pamje madhështore ditën e Arafatit, ku nga e gjithë bota i bardhë dhe i zi, nga jugu dhe veriu, lindja dhe përëndimi janë mbledh me një vend, dhe i kanë thonë Allahu subhanahu wa taala, lebejk Allahumme lebejk, tu përgjigja o Allah, tu përgjigja, tim këthirun e ka marrë. A mundet në dunja me mbledh dikush qas njerëzi, dhe me i zhvesh nga petkat e veta dhe teshat e veta, dhe me i mbledh veç me një vend? S'ka mundësi, të e banë veç Allahu subhanahu wa taala. Dhe atë ditë krenohet para melekëve, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, yubahi bihimul malaike, ju thot melaqeve këshyri. Allah i thot melaqeve, këshyrni këta, këshyrni që kanë ardhur të zbathur, patesha nga të gjitha anët e botës, zengin dhe fukara, biznismen dhe ai që si ka 2 dinar në xhep, mirë po ja ka mësuar Zoti haxhin, këshyre thot që kanë ardhur. Dhe çka thot në fund?
ma yuridu haula, ju thot, çka po lipin këta? Pra çka do që të lipin kam ja u dhon? Çka do që të lipin kam ja u dhon? Andaj të ndërum xhamat, janë ditë të mëdhoja ku Rabbul Alamini, ku Zoti i botrave e madhështon dhe e ngrit veprën e muslimanit nal. Andaj ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, në këto ditë shtone tasbihun, shtone tekbirin, ban madhështoj Allahun subhanahu wa taala, lartësoj Allahun xhel xhelalu zemrën tënde fillimisht, pastaj edhe në gjuhën tënde, pastaj shpreh krejt ata të cilën ki mundësi me shpreh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu është më i madh. Andaj të ndërum xhamat, le të shfrytëzojmë këtë ditë. Jemi para ditëve më të mëdha në dunja. Nëse s'ke pas mundësi me shkue në Arafat, agjëroje ditën Arafatit. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, agjërimi i ditës së Arafatit, nga se haxhilerët nuk ju takon me agjërue në Arafat, aty takon me agjërue. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në ditën Arafatit, kur ka shku në haxh, e ka shkurtuar drekën me ikindi, e ka shkurtu drekën me ikindi, veç me bo dua. A ditë është dita duajës, dita e lutjeve, ditja kur njeriu dënes përgjërohet për para Zotit xhel xhelalu, o Zot, ja Rabbi, o Allah, edhe i lutet me lutjet që i përkasin atina. Për këtë arsye, ajo ditë është ditë e lutje për haxhilerët, e për neve është ditë e preferuar që ta agjërohet, që t'i ngjajmë sa do pak lodhjes dhe sakrificës së atyre. E kush ka mundësi duhet edhe me therr kurban, nga se haxhilerët therin kurban. E ti nëse s'ki pas mundësi atje, duhet t'i ngjasosh prej këtu haxhilerëve. Krejt është t'i ngjasosh robit Zotit me ihram, i cili kalon ket epshet e veta, ket çefët e veta për hir të Zotit te bareke ve teala. Ta pejgamberi alayhis salatu wassalam, agjërimi i ditës Arafatit, i shlyen gjunat e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Ka dhënë komentatorët, çish është edhe vitit të ardhshëm, Zoti ja mundson mi uruj gjunave. Ja mundson, se ta ban Allah i kabul çat ditë të agjërimit, ta mundson që tan vitin tjetër çka vjen, mu uruj gjunave, nga se kujdesi për gjunave është dhuratë e Zotit. Sa njeriu e ban pimrena, thot ka me lanë që gjuna, po s'e le, se ka mundsu Zoti xhel xhelalu. Si ka dhënë vullnet, si ka dhënë takat, se ka mundsu rrethanat. Andaj lutë Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u shpyet cila është vepra më e mirë ya Rasulullah, ka thënë imanin Allahun dhe pejgamberin alaihi salatu wassalam. Ti besosh Zotit, ti besosh Allahu xhel xhelalu, dhe ti besosh të dërguarit Allahut alaihi salatu wassalam. Pastaj pyetsi i tha ya Rasulullah, thumma, pastaj cila? Tha pastaj lufta në rrugt të Allahut xhel xhelalu. Me luftu me trupin tanë, me pasurin tanë për me përhap fjallën e Zotit, fjallën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Tha pastaj çka ya Rasulullah? Pastaj tha hajjun mabrur. Pastaj tha një haxh i cili është bë pa asnjë shtime, pa gjuna, i pranum, shumë i mirë. E haxhi i pranum të Allahu subhanahu wa taala është kthimi, sikur që themi neve, 0 kilometra, pa gjuna, pa gabime. E shpërblimi i një haxhi të pranuar nuk është tjetër pos xheneti Allahu xhel xhelalu. Allahu na bof nasib ya rabbul alamin. Andaj të nderuar xhamat, shfrytëzoni këtë ditë në përmendjen e Zotit, në agjërim vullnetar, në sadaka, në mbajtje të lidhjeve farefisore, në përhapjen e fjalëve të mira, në përhapjen e selamit, në përhapjen e fjalëve të Zotit dhe të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nëse s'ki mundësi me e bë një të mirë, thuj tjetrit ta bëj, nëse ai ka mundësitë të s'ki mundësitë. Andaj duhet ta shfrytëzojmë çdo frim, dakik, çdo çast që jetojmë në këtë dunja, ta kënaqim Zotin ton te bareke ve teala. Lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që të gjithë haxhilerët e botës musliman që kanë marrë rrugën për ta vizituar advent të shenjtë, Allahu t'u ban qabul ya rabbul alamin. E të gjithë atyre vëllezërve dhe motrave tona që Allahu nuk u ka bërë nasib ende që të shkojnë në haxh, Allahu t'u shkruan dhe t'u bën nasib në vitet e ardhshme ya rabbul alamin. Që Allahu ta mundson ta përjetojnë Arafatin dhe Muzdelifen dhe Minën dhe Xhamaratët dhe këto ato vende të mëdha të Zotit te bareke ve teala. E ata të cilët janë në këto vende dhe sikur që jemi ne, Allahu na mundson që t'i mbushim me vepra të mira. E lutim Zotin e Madh xhel xhelal që Allahu subhanahu wa taala muslimanët kudo që janë në përbot Allahu t'i ndihmon. E lutim Zotin e Madh xhel xhelal që Allahu ta pastron nga çdo njoll në zemrat tona, në trupat tona, në shpirtat e tona. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allahu na bën prej bamirësve besimtar, prej atyre të cilët në çdo hap kërkojnë kënaqësinë dhe rizallakun e Allahu xhel xhelalu. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allahu xhel xhelal na mundson që t'i gëzojmë ditët e Bajramit me vepra të mira, me vepra të cilat janë razit e Zotit Madh te bareke ve teala.